Një ngjarje e rëndë ka tronditër qytetin e Shkodrës, ku një nënë e re, Migena Salihi, 27 vjeçe, ka humbur jetën në mënyrë tragjike pas lindjes së 2 fëmijëve të saj binjak në maternitetin e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Star Plus ka komunikuar zyrtarisht me Spitalin Rajonal të Shkodrës mbi protokollin mjekësor të ndjekur në këtë rast. Në reagimin zyrtar të Spitalit Rajonal të Shkodrës, thuhet se e reja ka pasur komplikacione gjatë lindjes, si pasojë e tensionit të lartë, hemoragjisë dhe komplikacioneve në lindje. Gjatë ndërhyrjes nga Spitali Rajonal i Shkodrës dhe nga Banka Qendrore e Gjakut, janë dhënë 31 flakon gjak A negativ, 17 plazma, 11 masa krioprecipitale, 2 masa trombocitale dhe medikamente të tjera në përpjekje për ta mbajtur në jetë. Fatkeqësisht nëna e re nuk ja ka dalë dhe ka ndërruar jetë si pasojë e hemoragjisë së lartë. Më herët, shumë qytetarë nga Shkodra pas thirrjes në rrjetet sociale për të siguruar gjak, i janë drejtuar Bankës së Gjakut për të dhuruar, por fatkeqësisht Migena nuk ja doli. Kjo ngjarje ka tronditur kryeqendrën e Veriut dhe duke lënë një dhimbje të thellë për të gjithë Shkodrën. Star Plus Televizion i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes për këtë humbje.